570 euro metri katror, 200 metra distanca nga deti. Këtu jemi tek rrota e Kuqe në qytetin e Durrësit. Bëhet fjalë pikërisht për këtë godinë 3 kaçe, e cila disponon 649 metra katror total ndërtim në certifikat dhe 495 metra sipërfaqja e trullit. Kati i parë është organizuar në 3 garsonierë dhe 2 apartamente 1+1. Kati i dytë është organizuar në një apartament 2+1, një apartament 1+1 dhe një garsoniere. Ndërsa kati i tretë organizohet në 3 garsoniere dhe 2 apartamente 1+1. Struktura e objektit është për 4 kate, aktualisht pjesa e terracës ka qenë shfrytzuar në një kalçeto të vogël dhe një pishinë të vogël për fëmijë, por për gjithë ata që janë të interesuar ta zhvillojnë si pronë, ka strukturën për 4 kate. Objekti deri tani ka qenë shfrytzuar kryesisht për pushuesit dhe pikërisht kjo është një mundësi për gjithë ata që duan ta zhvillojnë pronën në këtë lloj orientimi. Por gjithashtu është një mundësi shumë e mirë investimi për ato që duan ta blejnë si pronë dhe ti rishesin të ndara si apartamente veçmas. Ju kujtoj që çmimi është vetëm 570 euro metri katror. Nxitoni, të kontaktoni dhe të bëni tuajin këtë pronë. Faleminderit.